Ne kemi folë disa herë për këtë një anëpushim afatgjat. Qoftë nga... Është ajo drejt cilës po shkohet. E siguron kjo? Kjo e siguron, sigurisht. E siguron kjo. E pat një tweet të presidentit Trump i lidhur me Netanyahu dhe Gazën, tha, nuk e di pse gjithmonë kaq negativ. Sepse Netanyahu ka vënë bast kokën e tij politike dhe me sa duket jo politike në këtë luftë. Flitet se ka tensione të vazhdueshme ndërmjet Netanyahu dhe presidentit Trump për çështjen e Gazës. Është logjike, pasi presidenti Trump... Po të bëjë këtë me presionin e vendeve islame dhe arabe ndaj administratës Trump? Sepse presidenti Trump nuk do që të humbi partnerët e vetë në rajon. E përsëritëm, vendet cilat ai vizitoi para disa muajsh, Katarin, Arabinë Saudite, Emiratet, Egjiptin, nuk do që të shohë këta që shkojnë krah të Kinës dhe të Rusisë, normale. Dhe për këtë arsye, ai i thot Netanyahut, sigurinë e Izraelit e garantoj unë dhe ka garantuar kur bë lufta me raketa me Iranin. Por në anën tjetër, edhe ti nuk mund të më detyrosh mua që unë të humbas partnerët e mi politik dhe ekonomik në botën arabe. Partnerët sunit arab të vendeve të fuqishme arabe. Kishte gjithashtu edhe një tweet të presidentit Trump në rrjetin e tij social, duke marrë deklaratën e Hamasit për pranimin e marrëveshjes duke e vendosur në profilin e tij. E thash më përpara që pra kemi të bëjmë në këtë luftë që duke e pamundur deri para një javë. Në këtë luftë interneti është një armë vete. Thash, një nga armët më të rrezikshme në këtë luftë ka qenë interneti. Pra po mos ekzistonte interneti, për presidentin Trump kjo do ishte pamundur. Momenti që ai e ka aty, e mori deklaratën e Hamasit edhe nxorrin publik. Pra, duam s'duam, Hamasi është ai faktori i cilën thashun do të jenë detyruar të ulen drejt për drejt. A ka shumë është një lloj pranimi, është një lloj... Po jo, është pranim, jo është një lloj, është pranim. Dhe aq më tepër që në këtë muaj shtator, në shtëpinë e Barë shkuan dy partnerët politik të Hamasit dhe ushtarak. Presidenti i Turqisë dhe kryeministri i Katarit. Ata kanë folur dhe për gjërat e tjera bilaterale, po një nga pikat kryesore ka qenë çështja e Gazës. Ilir, kryeministri izraelit Netanyahu, një tweet të tij sa i përket kësaj marrëveshje e fshiu nga platforma e tij X,